të dalësh nga kjo vorbull atmosferike me vetëm 13.160 hektar të mbuluara nga ujë, është realisht një ngushëllim shumë i madh dhe i tregues se jetojmë në një Shqipëri tjetër, sepse kjo vorbull deri 10 vjet më parë do kishte përmbytur e papenguar 2 a 3 fishin e kësaj sipërfaqe, sikundër edhe ka ndodhur. Ama për te vorbullës atmosferike, ndryshim klimatik, sasisë rreshjeve, që në 4 ditë ishte sa mesatarja e muajit janar, pra e 30 ditëve rreshje në 5 vitet e fundit, faktori njerëzor ka peshën e vet. Ka peshën e vet për mirë ose për keq. Njësoj siç edhe infrastruktura ka peshën e vet për mirë ose për keq. Jo për t'i ndalur, por për t'i bërë më të kontrollueshme këto masa të jashtëzakonshme rreshjesh, dëbore dhe prurjesh. Ndërkohë që ne si qeveri jemi të qartë për nevojën e vazhdimit të investimeve në sistemin mbrojtës vendit, unë nuk e di fare sinqerisht se si i bëhet harbutrisë ekstreme ndaj natyrës që manifestojmë ore çast ne si popull. Po, troç, ne si popull. Prurjet marrëmendëse të plastikës nga lumej në të raste janë të frikshme, janë të neveritshme, janë kriminale në kuptimin e plot të fjalës. Hedhja rrugëve, shisheve dhe qeseve plastikës, të ishte ky vend jo atë dheu yni përbashkë, por një kosh plerash në një territor që s'na përket, me cilin s'kemi lidhje. Kudo ku na teket, lëshojmë si lopa bajgat, mbeti dhe konsumit ton, është diçka që e mbulon tamam me bajga, flamurin e pavarësisë sonë si shtet. Librin e historisë përpjekjeve tona shekullore si kom për të jetuar në shtetin ton. Fytyrën e secilit prej nesh si njerëz të këtij populli dhe si qytetarë të Europës, që mbajmë emrin shqiptar, të cilin e mbajmë me drejt, me krenari në shumë raste, të cilin e ndjejmë me të drejt si vërtet fjalën kyçe që na bën të ndjehemi krenar kur jemi në stadium, por të cilin e përdhosim emrin shqiptar, duke përdhosur Shqipërinë, duke përdhosur natyrën e Shqipërisë, duke përdhosur fytyrën e Shqipërisë. Ne si qeveri dhe si shumicë popullore, sidoqoftë nuk do të dorëzohemi. Dhe do dalim më tej me masa të reja ku në kësaj fushie të errësirës në trurin ton si milet, duke rritur përpjekjet për sensibilizim, për informim, po dhe për ndëshkim, po ashtu. Por në të gjitha rastet është e domosdoshme që gjithë secili të ftillohet, sepse kjo që ndodh dhe ajo që i bëjmë ne Shqipërisë, duke hedhur një shishe plastike apo duke hedhur një qese plastike në rrugë, ka vetëm një fjalë që e përkufizon. Krim. Ti nuk do jesh kur vetëm, kjo është motoja ime dhe jona sa herë fatkeqësitë ndryshme godasin vendin dhe njerëzit, që nga tarmeti shkatrus i mira shtëpive dhe deri tek sikleti rënues i një familje të goditur nga uji, nga zjarri apo nga një fatkeqësi tjetër. Dhe dua t'u përcjell përsëri të dëmtuarve nga kjo goditje e fatkeqësisë së kësaj here, se ne do të qëndrojmë me të njëjtin dinjitet njerëzor, shtetëror dhe politik çdo detyrimi ndaj tyre, qoftë për banesat, qoftë për gjën e gjallë. Puna jonë intensive nuk mbyllet me përmirësimin e situatës motit, por do të vazhdojë me riparimin e dëmeve në infrastrukturë dhe të çdo dëmi në familjet e prekura nga uji. Ekipet tona të verifikimeve janë në terren që nga dita e parë, ndërkohë që Ministria e Financave e ka të përgatitur tani më të gjithë planin me skenarët e dëmshpërblimit. Presim rezultatin përfunditar të verifikimeve për të kaluar në fazën e dëmshpërblimeve. Dhe mos harroni, kur ne erdhëm në qeveri, në malin e borxheve që na lanë trashëgim, aleatët e sotëm të fatkeqësive ishin dhe 2 kodra të larta borxhesh nga përmbytjet e zonës Shkodrës. Ne i shlyem një ato borxhe për ata njerëz dhe nuk kemi hyrë më në asnjë borxh të kësaj natyre
me njerëzit e këtij vendi, sepse erdhën për ndërtuar një Shqipëri tjetër dhe kjo është Shqipëria tjetër që nuk i lë vetëm njerëzit e saj. Kur bë. Ashtu si zotuam në fushatën e 83 mandateve dhe siç ngritëm 83 kartona të gjelbër në kuvend pro rritjes graduale të pensioneve gjatë këtij mandati historik, tani më e kemi nisur kthesën. Sipas kategorive përkatëse, pensionistët që prej këtij janari përfitojnë një rritje e cila çdo janar do të dyfishohet. Pra janarin e ardhshëm do të marrin 2 fishin e shtesës këtij janari. Janarin pas tij 3 fishin e shtesës këtij janari. Pastaj 4 fishin e këtij janari dhe në Shqipëri në 2030 do të ndalet ky progresion tek 5 fishimi i shtesës së mirë së ardhur të janarit të këtij viti, pra të këtij viti. Kjo kthesë është një çlirim i madh për mua. U deshën vite reformash. U desh një përpjekje e madhe për rritje ekonomike. U desh një përmirësim rrënjësor në mbledhjen dhe administrimin të ardhurave. U desh shumë çka që të vinim në pikën ku një Shqipëri tjetër, nga ajo 10 vite më parë, të bëhet vendi i rritjes pensioneve pa minuar themelet e stabilitetit financiar të shtëpisë sonë përbashkët. Unë e di se si kam shtrënguar dhëmbët për të bërë durim, se si ndjesha, se si sikletoshesha, se si me zinxhira fjalë kur thosha s'ka mundësi, nuk kemi lek për ta bërë, s'është e mundur, duhet fillimisht të rrisim mundësitë e shtetit, se bëjmë dot, se nuk mund minojmë shtëpinë ku rriten fëmijët tanë. E pra, duruam, por më në fund erdhëm në këtë pikë, sepse punuam çdo ditë për kthesën që sapo ka nisur. Dhe më e mira është e gjitha përpara, për gjyshet dhe gjyshit e këtij vendi. Kjo javë nisi me pjesëmarrje në samitin e koalicionit të vullnet mirëve për Ukrainën, thirrur nga presidenti Emmanuel Macron në Pallatin Elizes, ku kisha nderin të isha edhe unë ndër të ftuarit për të përfaqësuar Shqipërinë. Në tërësi takimi shërbeu për të bërë një bilanc të gjithë përpjekjeve të njësimit të pozicionit dhe të koordinimit të forcave e të ndarjes detyrave mes Shtetet Bashkuara, koalicionit të vullnetmirëve dhe Ukrainës, në kuadër të garancive të sigurisë së nevojshme për hapjen e rrugës drejt kompromisit dhe paqes pas një lufte që ka marrë vërtet tejet shumë jetë njerëzit. Por gjatë qëndrimit tim në Paris, u takova dhe me ministrin e drejtësisë francez, me cilin diskutuam mbi pjesëmarrjen e partnerëve francez në grupin e reflektimit që kemi nisur për problematikat e politikës penale në Shqipëri, si dhe mbi konsolidimin e draftit të ri të kodit penal në harmoni të plot me standardet dhe praktikat më të mira europiane. Siç e kam thënë, na duhet një reflektim i madh, serioz dhe larg pamës mbi politikën penale në Shqipëri, sepse duhet adresojmë problematikat të mprehta, por njëkohësisht të mbrojmë pavarësinë, të nxisim pamësinë dhe të rrisim cilësinë e drejtësisë në këtë vend, ku kemi më në fund një drejtësi të pavarur, fal leadershipit të Partisë Socialiste të Shqipërisë dhe mbështetjes bipartizane të popullit shqiptar, por nuk kemi ende asnjë drejtësi të paanshme dhe asnjë drejtësi cilësore. Nuk është e lehtë, por unë nuk jam përkushtuar politikës për të bërë gjëra të lehta, apo për të marrë lehtë gjërat e rënda, për kundërsa. Në episodin e parë të sezonit 6 të podcastit Flasim, kam të ftuar 2 të rinj me talent, me pasion, me
energji të veçantë, që besoj se ishin brumi më i mirë për të gatuar episodin e parë të vitit. Kam ftuar në të majt Alisin, Alis Kallaqin, fituesin e festivalit të këngës në Radio Televizion, dhe në djath Nikolas Bushin, një shqiptar i lindur në Itali, i ikur në Amerikë,